Pikërisht e dy çështjet e fundit që do ndalesha ishin tek Meta dhe Veliaj që ju përmendët tani që duket sikur janë harruar avokat. Cilat? Tek Meta dhe tek Veliaj, që duket sikur janë harruar. Cila kënet? Meta dhe Veliaj. Meta dhe Veliaj janë hetim. Është problemi zgjidhur. Ata po hetojnë ditë për ditë. Ku është bashkëpunimi këtyre dy partive këta dishti? Këta se më hape një tem tjetër që do më përnosh tani. Edhe është përfaqëton bonesa. Avokat, nëse nuk keni kohë, e lëm edhe ditë tjetër. Dua të jem korrekt. Jo, do të marr kohë ty, jo, kam kohë sa duar deri nesër po deshe. Okej, unë jam Atëherë. Lidhur me çështjen e Ilir Metës dhe të këtij të Velis. Janë në hetim. Do pranojnë dhe do pranojnë të tëra që kanë bërë një për një, mos i djem të mirë. Dhe nuk do dalin nga burgu. Ka mbaruar ajo punë. Lidhur me akuzën që kanë sajuar për Sali Berishën lidhur me objektin që është ajo Partizani. E di pse është bërë ajo akuzë? Është bërë për ta shpëtuar Sali Berishën dhe në marrëveshje të plot PD-ja me PS. Pra po më thoni që në datë 5 maj, gjykata do i pushoj akuzën. Nuk e pushon dot akuzën. Atëherë si do ta shpëtoj? Mund ta filloj akuzën për atë që duhet ta filloj dhe po ta them për çfarë duhet ta filloj. Të na jap llogari Sali Berisha kush i prishi uzinat dhe fabrikat. Se s'ka folur deri më sot. Të na jap llogari Sali Berisha kush i shiti armët, ku i dërguan. Nëse s'ka djeni të pyes të kërkoj llogari kolegëve të tij që janë një lloj si ai. Avokat, po më duket jemi me vonesë, ai po kërkon të bëhet nuse për herë të tretë, ne po rikthehemi në 90-ën. Nëse duam që të gjejmë të vërtetën në Shqipëri dhe nëse duam që të dënohet krimi, do ta fillojmë jo në 90-ën, po mundësisht që nga 41-shi. Por unë po të them në 92-shin që mori pushtetin Sali Berisha me ndihmën e Edi Ramës e të atij Ramizalis, që kanë bërë çfarë ka dashur qefi, nuk ndryshuan ligjin 7501, i bën shqiptarët të vrasin njëri tjetrin, vrarë me qindra njerëz për tokat edhe për kufik. Pra për këto duhet të akuzohet Sali Berisha. Kush i prishi fabrikat dhe uzinat dhe kush shkuan? Mirë i prishën, kush shkuan? Pse son, ministrat janë, të gjithë këtyre 30 vjetëve. Kryeministrat janë, presidentët janë, atëherë çfarë pëngor spakun që ta akuzoi për këto që them unë. Prandaj, ti zoti Dumani, me këtë merru. Dhe mos e akuzo atë për klubin Partizani, se nuk na u prish puna se mori 50 metra apo 5000 metra atje. Atë dëm ja ka bërë familjarët dhe do ta paguajë ai. Do shkojë drejt në vend atje. Ka mbaruar ajo punë. Por Sali Berisha duhet të përgjigjet për ku shkuan pronat e shqiptarëve, ku shkuan uzinat dhe fabrikat, ku shkoi tjersa e 80 vjetëve që është në Shqipëri. Ku shkuan? Është sjellje ulëriqëse. Ku shkoi prona e shqiptarëve? Po Veliaj, mendoni që do ta çaj PS-n në 11 maj, se ka nga ata që mendojnë që mund të vendosë në lëvizje fraksione. Jo, mafia ka kodin e heshtjes. Jo. Nuk do flas Velia, ta dish na unë. Velia do t'i thonë rriut, bën ato vjetë sa do të t'jap gjykata, edhe mos fol me neve, se ndryshe e diti që ke një djalë, ke një vajzë, ke një vlla, ke një mëm, ke atë, ke këtë, kështu punon mafia, kështu funksionon. Ju kujtohet intervista e këtij ish ministrit të brendshëm, Sajmir Tahirit, që qau në studion e Erion, e këtij Blendi Fevziut, ju kujtohet? E di pse qau? Sepse e dinte se ç'do t'i bënin nëse ai do fliste. Pse nuk flet Arben Ahmetaj? Sepse e di se që gjën, po të flasi. Është kodi mafjes. Prandaj thash që janë dy parti mafioze, dy grupe mafioze të organizuara, të strukturuara me emrin parti. Kjo është e keqja e shqiptarëve. Dhe pa qëruar këto dy parti nga fusha politike dhe nga politika shqiptare, nuk do bëj hajër Shqipëria. Shpresoj që do qërohen të dy këto parti nga politika. Shpresoj, kam shpresë 100%.
për ta mbyllur avokat, a ka kanale komunikimi dhe si funksionojnë mes Ramës dhe Berishës nëse ka? Pra, për ta ruajtur ndoshta kockën. Pa diskutim që ka një detyrë që takojnë ditë për ditë. Po për ta e kanë fjalën. Kush si? Po natyrisht ata nuk do na i thonë neve se kur flasën si flasën. As bëhet fjalë fare. Komunikojnë dhe me kode në distancë. Të tëra i bëjnë, por kanë një detyrë që dëgojnë, kanë kurierët, kanë emisarët, kanë të besuarit, patjetër që kanë. S'bëhet fjalë fare. Avokat, faleminderit shumë për përgjigjet edhe po të falenderoj edhe në emër të publikut. Edhe unë të falenderoj për... Ju kishe munguar se më kanë shkruar mjaft. Faleminderit shumë. Nuk do të mungojmë, ja ta dish, po ja fjalë, nuk do mungojmë. Sa herë që të lindin probleme do dalë, do t'i them, do t'i denoncoj. Dhe falenderoj dhe publikun tuaj, falenderoj me gjithë shpirt që është interesuar dhe i ka sytë hapur të mësoj se çfarë po bëhet. Se përgjithsisht jemi kthyer në një turm amorfe që bëjnë çfarë të duan këta gangsterët e dy grupeve të mëdha banditeske, PDPS, dhe nuk di fare se ç'bëhet. Faleminderit shumë.